Në banesën Fico, një prej objekteve më piktoreske dhe më të veçanta të Gjirokastrës, ka përfunduar tashmë faza e ndërhyrjeve emergjente të restaurimit. Punimet janë kryer duke respektuar me rigorizitet vlerat historike të ndërtesës, duke ruajtur element autentik që e karakterizon dhe pa cënuar as pak integritetin e saj arkitektonik. Ky proces është konsideruar një hap i rëndësishëm për mbrojtjen e trashëgimisë së pasur kulturore që qyteti i Gurit ofron. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha ka shpërndarë në rrjetet sociale pamje të reja nga banesa restauruar, duke vënë në pa bukurinë dhe finesën e punimeve që kanë rikthyer objektin në lavdinë e tij të dikurshme. Pamjet kanë tërhequr vëmendjen e shumë dashamirësve të trashëgimisë kulturore, të cilët e kanë vlerësuar punën si një model ndërhyrje sa profesionale, aq edhe të kujdesshme. Banesa Fico e shpallur monument kulturor të kategorisë 1, përfaqëson një nga objektet më të bukura dhe më domethënëse të zonës muzeale të Gjirokastrës. Ndryshe nga ato shumë ndërtesa të tjera të qytetit, të ndërtuara kryesisht në stilin oriental karakteristik të zonës, kjo banesë paraqit një stil të veçantë arkitektonik të rrallë për banesat karakteristike të jugut të Shqipërisë. Kjo e bën atë jo vetëm një pasuri të rëndësishme historike, por edhe një element unik që pasuron diversitetin kulturor të qytetit. Aktualisht në qarkun e Gjirokastrës po zhvillohen disa projekte të tjera restaurimi me rëndësi të madhe që synojnë ruajtjen dhe promovimin e pasurisë së trashëguar brez pas brezi. Këto përfshin ndërhyrje në ura historike, në kisha si dhe monumente të tjera që mbajnë gjallë historinë dhe identitetin e zonës. Secili prej këtyre projekteve synon të forcojë rolin e Gjirokastrës si një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në vend. Specialistët vlerësojnë se mbrojtja e trashëgimisë kulturore ka një ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e atraksionit turistik dhe kontribon në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik e social të zonës. Sipas tyre, sa më shumë të investohet në ruajtjen e monumenteve, aq më shumë Gjirokastra do të vazhdojë të jetë një destinacion i preferuar për vizitorët vendaste të huaj, duke sjellë përfitime për komunitetin lokal.